Mbas Tiranës do të fus Lezhën me që ti e njeh pak qarkun. Po. E para elektoratën e askush asnjëherë nuk e njeh. Ne po bëjmë supozime tani, duhet nisur. Po, shiko, edhe strategët nisen me sondazhet aktuale dhe me historinë e votimit. Ne po marrim historinë. Duke pa trendin, po edhe duke u referu pak sondazheve. Do di që sondazhet janë metoda të parafërta të matjes vullnetit popullor, nuk janë metoda eksakte si duhen t'i paraqesin, por gjithsesi trendin e tregojnë. Dhe unë, por edhe duke pas parasysh çfarë ka ndodhur, dinamika, se ka disa ndryshime në raport me 2021, me fushatat e tjera patjetër, po për shembull, mendoj një dizavantazh që ka PD-ja në këto zgjedhje është në përgjithësi ekziston një, po themi, psikozë se PS-ja fiton. Kjo është dekurajuese, le të them. Dekurajuese për PD-n dhe gati dominuese fundon. Është shumë e vështirë dhe është gjë më e keqe në fushat. Në kuptimin dhe unë e kuptoj që kandidatët e PD-s e kanë shumë vështirë betejën. Jo vetëm Tiranë, po kudo sepse do përballën drejt. Pires po shtoj dhe një gjë që kapi pak bala, që PD-ja nëse nisemi me llogarinë historike, diferencën midis 12-ës listës mbyllur dhe numrit real që mund të kapi e ka më të ngushtë. Pra ka 37 deputet kandidat në betejë që mund të luajnë për 2 apo 3 vende. PS-ja ka 37 që mund të luajnë për 6 deri në 9 vende. Nga ana tjetër, por nuk dim një llogari, që LSI-ja kësaj here është brenda PD-s. Për këtë është pak e vështirë, por edhe aty do ta e kam një ide për atë. Pra, por nga ana tjetër, PS-ja ka një favor që është në pushtet, ka shumë pushtet, ka pushtetin lokal, ka pushtetin qendror e tjerë, por ka pakënaqësi. Ka qeverisë 3 mandate, ka shumë probleme, qytetarë disa janë të kënaqur, disa të kënaqur, por në nivel total, vota kundër qeverisë është mbi 50%. Pra më shumë se gjysma shqiptarëve, ne po diskutojmë për taktika elektorale që të çojnë ulsen në parlament. Do të them sepse këto pasaj do ndikojnë në mënyrën se si do shkojnë te numrat. Pra ka këtë dizavantazh edhe PS-ja, sepse njerëzit për ka ardhur më tunë. 12 vjet, normal, edhe sikur qeverisësh në mënyrë perfekte, prap pakënaqësi do ketë. Jo që kjo qeverisë që normalisht ka shumë probleme. Pra, janë të dyja partitë me dizavantazhe të mëdha. Unë mendoj që në raport me listat, flas për Tiranën, PS-ja ka bërë listë më pragmatike nga pikpamja elektorale. Nga taktika elektorale, po, se ka vënë njerëz më të rëndësishëm listë hapur. Ka fut, po themi, figura të pranueshme në listën e sigurt, me një përjashtim të rrallë, nga ana tjetër ka hedhë gjithë figurat po themi që kanë ndikim në elektorat, dhe që kanë një karrierë shumë gjatë politike. Ju ka thënë shkoni testohuni. U ka thënë dhe ata do luftojnë, por nga ana tjetër ata kanë jo vetëm një, po themi, prapavi elektorale për shkak të aktivitetit, por edhe përvojë, pra dinë se si, dhe në këtë kuptim, por LSI-ja normalisht, është me PD-n, por mendoj që këtë radhë është shumë e dobët. Mendon që është më dobët se në 2021? Mendoj po. Kështu që unë mendoj dhe hyn loj partitë e reja. Tani, i kam brapa partitë e reja, midis PD-s dhe PS-s, ku i mendon ti? Për të bërë analizën e mundësive dhe pasaj... Nëse do i kthejmë partive të reja me njerë. Midis PD-s dhe PS-s, ti ku i llogarit po? Unë mendoj që PD-ja është te 14-15-a. 14-15-a, PD-ja, po? Në rastin më të mirë. Po? Dhe PS-ja është ke 18-19-a. Dhe mendoj që partitë tjera pasaj mund të marrin një... Do t'i kthehem asaj. Pra ti Mark mendon që PS-ja është aty ku ishte ndoshta një më shumë, PD-ja është aty ku ishte ndoshta një më pak. Por gjithsesi,
Këto 2-3 gjëra që thash mund të ndikojnë, mund të bëjnë shumë papritur rezultate. Patjetër, shiko, rezultati mund të jeni papritur çdo moment, se ti ndryshe pse shkojmë zgjedhjen, llogarisnim rezultatet paraprake. Po kjo është vetëm për një kalkulim. Edhe mendoj që PD-ja ka bërë një gabim. Në Kavaj ka luajtur shumë keq. Kavajën e ka pas. Ka luajtur keq në Kavaj? Sepse Kavaja duke mos futur Kadiun. Duke mos futur Kadiun dhe që ishte personi më i votuar dhe që i gjithë qarkut Tiranës. Dhe që sjell dhe që Kavaja sjell në atë depozitën e përgjithshme të votave qarkut Tiranës, sjell më shumë vota për PD-n se sa për PS-n. Së është bastion. Ka qenë bastioni i Bastionin këto, puna bastionin më mendoj që nuk e Nese i kanë mbetur gjithmonë. Po, është një, po themi, rreth, po quaj rreth, si që është dikur që sjell më shumë vota për PD-n. Por duke mos luajtur mirë, ndoshta kjo relativizohet. Pra ti mendon që lista duhet të nxjerrë më shumë figura me përvojë në betejë dhe të kishte garantuar emra më publik që mund të riqnin? Për listën unë mendoj që nga pikpamja e pragmatikës elektorale, PD-ja nuk ka, mendoj që nuk ka... Po, mos harrojnë që kur je në opozitë ka më shumë numra, njerëzit thonë Tiki, të vi Rama, ju tha ik, dilni, mori, ka 5 ministra i kanë nxjerrë në rrugë, i ka thënë lidhni vota për veten tuaj. Kur je kryeministre ke më kollaj. Po, kur je në opozitë, jo, unë mendoj që kur je në opozitë ke më shumë mundësi me eksperimentu. Po, si të eksperimentu? Sepse sfiton do të ndryshe, ti, nëse ti ke provu në kaq palë zedhe që ti nuk fiton me njëjtët figura, me gjënë tradicionale, atëherë ti do duhet të eksperimentosh, që të fitosh, se ndryshe nuk... Atëherë, mbedemi tek pjesa tjetër, regjia televiz pak të, unë nuk e di nëse... Jo, mbaj këtë Tirana, mbaj këtë Tirana. Jo, të Tirana do e mbaj, po e solla këtu tani, edhe Artan, kemi një problem tjetër, do më thënë këtu jemi PD dhe aleatët, pra, PD plus aleatët. Tani, kemi, i hapa dhe njerë më mirë këtu, PS-ja, PD plus aleatët, Nisma Shqipëria bëhet, mundësia Agronshejt, Lëvizja Bashk, pra, Nisma Shqipëria bëhet është Adriatik Lapaj me Endri Shabanin, mundësia e Agronshejt, Lëvizja Bashk e Arlind Qorit, koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës, koalicioni Djathtas për zhvillim i Shej dhe i Alibejt. Dhe PSD-ja Tom Doshit. Tani, nga këto të 6, si i sheh ti mundësit, Hoxha? Sepse është treguar një gjë nga sondazhet, megjithëse Marku tha sondazhi është trend, që PD-ja është enë komunikuse me partitë e tjera të opozitës. Ato ishin shumë lartë, PD-ja ishte më ullët. Në momenti që Berisha doli jashtë dhe e rivitalizoi PD-n, këto partitë e tjera ranë për njerë dhe u rrit PD-ja. Pra PS-ja ka mbetur në të njëjtën linjë të pandështueshme. PD-ja dhe kjo dhe partitë e tjera duket sikur janë enë komunikuse. Pra thënë ndryshe partitë e reja nuk duket se i marrin vota PS-s. Jo, ka fshojnë Djathtas më shumë. Baza informacionit që kemi nuk është e plot, sepse edhe sondazhet e bëra publike tregojnë në pamje të ndryshme. Shembull, tek një televizion nxjerrin partinë e Lapet përpara. Te njëri se sheh, po aty me 1% diferencë. Tani nga këto, të sheh ti konkurrentët më të fortë, mos u merr me sondazhe. Do vjetë. E dyta që vjetër është kur bëhet fjalë për pëlqyeshmërinë e liderëve politik, tek një sondazh liderit e këtyre partive të reja i nxjerrin dhe mbi Sali Berishën, kur pam atë mbrëm ke 24, ishte e kundërta. Pra ka pikpyetje për këto parti, por ajo që mund të them për këto partitë e reja... Unë po marr perceptimin tënd, tani mos merrem se këto janë sonduar. Ato nuk janë të neglizhueshme dhe nuk janë më partitë e 1%-shit. Vetëm se këtu. Kemi 3 eksperienca. G99 në 2009, figuronte 8%, s'futi dot mandat. Alianca Kuqezi figuronte 10%, nuk futi dot. Dhe Libra e Blushit figuronte 5%, nuk futi dot. Do më thënë, ky fatalitet... Po, flasim për sot. E pra, Deri me 11 maj, ka shumë mundësi që... Ky fatalitet mund të përsëritet e këto parti? Plotësisht e mundur. Është e mundur. Plotësisht e mundur. Po sot si i shehti, pa shkuar deri atje? Sot për sot, unë i shoh ato prezente, sepse i shoh nga energjia që rrezatojnë në komunikimin publik.
i shoh në llojet e aktiviteteve, në prezencën, në rrjetet sociale, i shoh pra që janë shumë aktiv në rrjetet sociale se partitë tradicionale. Nuk janë. E dyta, ndryshe ndoshta nga zgjedhjet kaluara, jemi në një situatë ku ne, siç thash, kemi pasur një parti demokratike të masakruar në këto 4 vite, që do thotë është tokë shkrifët, nga ku mund të mbjellin farë lloj-lloj partizash. Nga këto, Nisma, Mundësia, Lëvizja Bashkë, Koalicioni Euroatlantik, Koalicioni Djathtas për Zhvillim dhe PSD-ja, kësheti të mundshëm për të futur kandidat? Për të futur deputet se kandidat janë? Mundësia një dhe Nisma Shqipëria bëhet, kam përshtypjen që të paktën një duhet ta fusin në parlament, besoj. Po, Basha? Mos më shumë. Euroatlantikët? Basha nuk e shoh fare kërkun. Basha nuk e shoh fare kërkun, as Djathtas për Zhvillim me deputet. Po, Qorrin? Qorri është në kufi në Tiranë. Në kufi në Tiranë. Po PSD-ja? Mund tjetë edhe Basha në kufi në Tiranë. PSD-ja pastaj është lokaliste në Shkodër, ma me mundja që... Jo, po flasim për Tiranën. Për Tiranën, kam përshtypjen që ishte surprizë që nxorri në 2021 një deputet. Besoj që në Shkodër e ka të sigurt një, sepse ka prezencë territoriale. Pra ti mendon që deri tani Nisma dhe Mundësia janë në parlament deri tani po flasim? Janë prezente thuajse në gjithë Shqipërinë. Edhe në diasporë? Dhe në diasporë. Dhe ka mundësi që edhe në Tiranë këto votat i përkthejnë dhe në mandate. Në qarqet e tjera, votat e tyre të shndruar në mandate... Jam të Tirana, mos lëvizim. Marcela, si ishe? Megjithëse kam prezencë në gjithë vendin, mund të reduktohen vetëm në Tiranë, në ndonjë qark tjetër do ishte një gjë e çuditshme. Nisma Shqipëria bëhet e shoh të realizueshëm një mandat. Paktën, po, një mandat. Ata kanë grup parlamentar të dy, edhe Lapa edhe Shej, thonë kemi grup. Të shohim se ku do t'i bëjnë këto vota. Nuk e dim se pastaj edhe Lapa i tha do bëj dhe 71 për atë punë, po gjithsesi. Ja, s'ka thënë e 70. E ka thënë ironikisht. Se pas kam dëgjuar unë. Nisma Shqipëria bëhet, po patjetër mendoj që mund të marrë mandat. Mundësia mendoj se edhe sondazhet që ne kemi bërë tek Pjepoli kanë dalë me relativisht 6 apo 7%, kështu që mendoj që mund ta finalizojnë një mandat. Për Lëvizjen Bashkë mund të jetë njësoj si zoti Basha që për mua e ka detyrim të nxjerrë veten, duke qenë lider kaq shumë, duhet ta nxjerrë për të qenë akoma në politikë. Nëse jo, pastaj duhet të po e mbajti 6-7%, jo, ai ishte në rregull tani, është bërë tiktoker. Po, tani është personazhi më viral, kështu që ai po të vazhdoj me rrjetet sociale e ka marrë vëmendjen. Besoj, prandaj po them që e ka detyrim ta nxjerrë veten. Koalicioni Djathtas për Zhvillim, mbase këtu figura si zoti Shej apo Ali Beaj duhet bëjnë goxha betejë. Para duhet marrin përqindje në gjithë qarkun. Po, në gjithë qarkun plus pragut, por edhe të nxjerrin veten si deputet. Për PSD-n në Tiranë nuk di të them nëse kanë lokalizim të forcave tipike për të nxjerrë një mandat apo do t'i çojnë rezervat e tyre në Shkodër. Ndërkohë, për partitë e tjera që ishin nga fundi, mendoj që teoria e Partisë Socialiste për çaje sundo mund t'i çojë ata në limite afër marrjes së mandatit dhe në fund për shumë pak vota mund të rrezikojnë të shkojnë në thestin e PS-s. Dhe teoria për çaje dhe sundo besoj që të radh Partia Socialiste do bëjë vetëm. Kë shef nga të rinjt më aktiv dhe më të mundshëm për të ulur në parlament? Shiko, më të mundshëm mendoj edhe për të marrë vota se nga Djathta që është Mundësia. Mundësia. Po. Sepse tham atë që të katra përjashto Alin Qorrin edhe PSD-n të 4 partitë e tjera marrin Djathtas. Të 4 ato patjetër. Do të thënë, Nisma Shqipëria bëhet, Mundësia, Koalicioni Euroatlantik dhe Koalicioni Djathtas për Zhvillim, të 4 janë deklaruar partitë të Djathta. Madje këto edhe më tradicionale dhe më radikale se sa. Vetëm duhet pas parasysh kjo që partitë e vogla në momentin që nuk krijojnë një trend në rritje, po themi progresiv të madh, rrezikojnë që në fund të zhduken fare. Do më thënë ti thua që fushata i zbe këto parti? Fushata i zbe, sepse elektorati, e para njëherë, ne kemi një perceptim krejt politik. Vetëm një sekundë, Mark. Ose ndoshta edhe para... Zakonisht partitë e vogla janë zbehur kur 2 partitë e mëdha kanë bërë një fushat të fortë për plasë polarizuese. Rama po refuzon që fushatën ta bëj polarizuese, po shmanget duke ju lënë hapësirë partive të vogla
që të kafshojnë nga Sepse PD-ja. intereson që të marrin vota djathtas. Do më po relativizon PD-n duke mos pranuar të dalin debate, të japi atë kartën, dhe në këto momente ndoshta partitë e vogla kanë avantazh. Po, mund të kanë... Se kjo strategji është e Ramës që të japi të lejoj ato të kafshojnë PD. Ka një avantazh, normalisht unë mendoj që edhe PD-s nuk i bëjnë ndonjë dëm të madh. Pse? Sepse praktikisht unë mendoj me sa po themi shikoj si po mendoj ata që një personat me cilë bisedoj unë. Që normalisht nuk është kriter fare. Po, në qoftë se nuk do kishin një alternativë si këta, nuk do shkonin votonin fare. PD-n. A do më thënë ti thua që kjo nuk është një votë e PD-s? është një votë që mund të praktisej? Kjo ekzistenca e këtyre partive të vogla me pak konotacion të djathtë në list, bën që votat djathtas mos humbë në tërësi, pra të shkoje të adresohet diku, se për ndryshe do ishe vot abstenimi, mendoj unë, në pjesën më të madhe. Kështu që mendoj që kjo është gjë pozitive në kuptimin edhe e një lloj pluralitetit të parlamentit e tjerë. Dhe të krijimit të një konkurencë të mbrëmshme. Unë mendoj aty ku ka konkurencë aty edhe lëvizin, pra duke mos pas asnjë rrezik PD-ja ose PS-ja, automatikisht stacionohen aty ku janë. Dhe vetëm rreziqet që i vijnë po nga sistemi, pra nga dinamikat e sistemit, mund t'i bëjë që të lëvizin. Pra këto partitë të vogla i kanë bërë lëvizje partitë. Absolutisht, nga pikpamja e dinamikës politike, unë mendoj që sa do që të marrin, do të asilin një rezultat në kuptimin makro. Po, do t'i kishin vënë më ngusht, profesor, vetëm nësë do t'ishin bashkë. Nuk është puna vetëm... Do t'i kishin vënë shumë herë më ngusht. Patjetër, por nuk... Mund t'ishin një politret, nuk bën bashkë, ata janë aqë të ndryshëm. Por nuk e dim. Ata kanë bërë aq shumë sherrë? Nuk e dim. Ata kanë bërë shumë sherrë se PD-ja. Nuk e dim nëse bashkimi disa partive si edhe bashkimin e votave. Pra nuk është... Po, kjo është vërtet. Nuk është fare atë që bashkimi të largoj një pjesë mund bashkosh dy partive dhe të paksohen votat. Pra nuk është shumatore e votave partive. Një dritare diskutimi do të... Vetëm edhe diçka për ta. Kanë edhe një problem, mendojnë partitë e vogla, që duke qenë se në komisione nuk kanë përfaqësues, po? Rreziku për t'u nda votat atje në përkomision është shumë e madhe. Nuk luajn, unë besoj që luajn të votat e partive. Jo, po nuk luajt anë të ditë në komision për shumë se sa është luajtur deri për 10 martë. Unë kam marrë pjesë në 2 fushata dhe di si funksionin komisionet. Dhe komisionet zakonisht bëjnë një kompromis, komisionet e 2 partive të ndaja, që votat e partive të vogla ja marrin. Me një shkelje syri i ndajnë asë nuk e kanë... Si ja marrin? Ja marrin nuk? Absolutisht. I marrin sepse janë prestigjatator, prestigjatator të manipulimit votë. Se ka shumë janë absolutisht, po se kanë 30 vjetë, me një shkel me të syrit, e din ku ja marrin. E kalojnë... Shife trendi që në fillim... Trendi... Jo, me një data, kemi votim elektronik në 2 zona, për shumë, që do dalohet, se trendi është paka shumë i njëtë në gjithë vëndin, qofë se njësi në Tiranë, që është njësi a 10. Unë po them një rrezik... Një rrezik që mund të ndodhë, po them që domosdoshmërisht do ndodhe. Jo, ky nuk është rrezik, ky ka qenë një realitet që ka kriju shumë probleme. Dhe edhe diçka që është qytetari shqiptar nuk është më qytetari votues i para 20 vjetëve, 30 vjetëve. Është shumë pragmatist. Pritë se kam dhe një variabel të tretë që o ta shumë pragmatist në votë. Do më thënë, e negocion votën. Dhe negocion duke pas parasysh se çfarë fiton më shumë. Jo, në sensin praktik. Prej kuj fiton më shumë. Partitë e vogla kanë më pak mundësi për ofertë elektorale, tipi që po votove për mu, po mështete mu, ti do kesh një vend X në tjere. Pra qoftë, pa logarito vjetet këshu e pasa. Unë po them edhe një loj manipulimi brenda margjit pranueshëm, pra ti u ofron votuese dhe votuesit i oshën prej ofertës. Pra duke ditë që ta zem X parti aty do marrë 2 deputet, to çfarë do më japë kjo parti mu? Pa tjetër, po. Sepse një gjova një nga këto kandidat për deputet, që më ka thënë dikush që ti mjaftë të qosh zërin tim parlament, edhe këto janë palavra manualesh politike, ordinere, bazike, që nuk kanë lidhje. Qytetari shqiptar thotë, unë e hum apo se hum votën këtu.
Jo, do më thënë, vota ime, ka vlerë apo s'ka vlerë? Ka vlerë apo s'ka vlerë? Ka vlerë për mu personalisht. Investohet apo nuk investohet? Ka vlerë për mu personalisht dhe për familjen time. Po, e kuptoj, jo si vlerë monetare, si vlerë të peshës votës, vlerë praktike, një parti vlerë praktike.